rikthyer sërish në koha për të zgjuar dhe do të flasim tani për probleme që lidhen me çështjet ligjore. Me mua në studio është juristi dhe avokati Erald Daga. Faleminderit zoti Daga. Mirëmëngjes dhe faleminderit. Ndërkohë që presim telefonatat e qytetarëve se kam përshtypjen do të ketë shumë pyetje, se gjatë gjithë javës ka pyetje sa i takon çështjeve të ndryshme ligjore, ndalemi pak te një problematikë që u ngrit edhe sot nga telefonuesit. Çështja e pronave është gjithmonë një çështje që ka shumë debat dhe ngjall shumë debat, edhe sepse është një çështje që është zvarritur gjithë këto vite dhe qytetarët nuk kanë marrë dot drejtësi, kanë pritur me vite të tëra ndyrë të gjykatave, cilat janë problematikat më të shpeshta që hasni ju në punën tuaj të përditshme me gjyqjet e pronave, me çështjet e pronave, me mosgjetjen e drejtësisë për pronat. Çështja e pronave është një çështje që ka filluar që pas rënies së demokracisë, duke qenë që më përpara ishin sekuestruar gjithë pronat nga regjimi më parshëm, dhe në momentin që pronat do t'i kalonte pronarit, u miratuan disa ligje, duke filluar me të parë me ligjin e famshëm 7501, një ligj i cili u miratua në kohën e Partisë Socialiste, në ato kohë në 91-shin me votat e Partisë Demokratike, dhe është një ligj që si thua ngatroi akoma më shumë problemin e pronave. Pra nuk ishte qëllimi i atij ligji që realisht pronat i jepej pronarit, por u bën disa seleksionime dhe u kategorizuan personat që do merrnin. Dhe u shpërndan toka bujqësore, çka ishin vreshta, ullisht etj. Më pas kaloi me ligjin e legalizimeve dhe ligji i legalizimeve që ka të bëjë për objektet informale, pra që u ndërtuan prona vend e pa vend në ato kohë, sepse shteti ishte jo funksional, bëhet fjalë rreth viteve 98, 99 dhe në 2006 në miratuar ky ligj për të rregulluar këtë problematikë dhe më pas kaluan edhe disa ligje tjera dhe i fundit është ligji 20 i vitit 2020 që pretendoi që do të zgjidhë gjithë problematikën e pronave. E nisi me ligjin 7501, ky ligj përveç se krijoi mbi vendosje pronash, pra u bënte një komision, u caktoshin ca njerëz, atë komisioni tokës me anë të anëtarëve caktonte ca prona, ca të sakta, ca të pasakta, ca janë dhënë edhe në mënyrë të falsifikuar që janë zbuluar më vonë nga prokuroria dhe gjykata. Pra nuk shkoi prona tek ai që e kishte përpara se të konfiskohej nga regjimi komunist. Nuk shkoi atje. Patjetër nuk ishte një ligj që të shkonte prona atje. Por çështja e pronave, siç e mendoj unë dhe ajo që kam parë, po kam lexuar edhe një fjalim të Ramiz Alis nga Katovice që thotë që prona nuk do t'i shkojë pronarit, pra ne do të bëjmë ligje, do t'ia japim edhe mundësinë të shkojnë gjykata, pra të mendojnë që gjithçka është demokratike, por prona nuk do të shkojë asnjëherë tek pronari. Kështu që gjithë këto ligje, por edhe me sistemin e gjykatave, edhe me reformën e drejtësisë tani më, duke qenë që qytetarët për të marrë, për gjetur të drejtën e pronës, do srollaten nëpër administrat, në një administrat shtetërore që për të kthyer një përgjigje do 6 muaj, 1 vit, apo 2 vite, po ka qytetarë për shembull që kanë aplikuar që në 2006 për legalizimin, ka qytetarë që kanë aplikuar për pronën. Dhe tani janë mbyllur fare edhe zyrat e informacionit nëpër kadastra dhe nëpër hipoteka, duhet i bësh vetëm online një Albania që është një peripeci tjetër. Shumë pronar nuk din ta përdorin sepse është edhe moshë e caktuar, Po është edhe një gjë shumë teknike, edhe ne që dim ta përdorim teknologjinë janë një sër aplikimesh që duhet i bësh që është një gjë shumë teknike. Në shumë teknike dhe kjo vështirëson akoma më shumë pronarët për të marrë pronën. Ka pas shumë zgjidhje, politika ka akoma në dorë zgjidhje, edhe për të fuqizuar edhe 7501-shin, edhe ligjin 20-2020 i cili u mendua kur u miratua që është një ligj i mirë, por realisht në praktik sot që po zbatohet është viti i 5, është skandaloz, kur ligjet në Shqipëri për pronat, por edhe ligjet e tjera, jo vetëm për pronat, nuk vendosin sanksione. Që do të thotë që çfarë ndodh nëse prona në 7501-shin pronarët, qoftë për aq pak pronarësh, sa ju dha prona, nuk ju dha e gjitha, ju dha pak, vetëm atyre që do banonin në fshatra në vitin, në gushtin 91-shit. Edhe për ato, nëse do t'i jepi prona brenda afateve, do t'u zgjidhë një problematik. Ne kemi sot qytetarë që akoma kanë një akt marrjes tokës porosi, pra 7501-shit, dhe ende nuk e kanë marrë tokën. Dhe akoma nuk kanë marrë tokën. Kemi akoma qytetarë që nga 2006 kanë deklaruar objektet informale, pra që kanë ndërtuar pa leje, apo në te kalim të leve, dhe akoma sot nuk ka një përgjigje nga
a kadastra apo isha a Luizni, se është bërë pjesë e kadastrës. Pra, të gjithë të problematika, unë mendoj që janë të qëllimshme në base, si që shikojnë, shije diçka më e madhe, që gjithë më pronari mos të gjithë të drejtën, dhe duke mos të gjithë drejtën, mbi pronën ati, politikanet apo politika mund të apërdori duke ja dhënë firmave ndërtimit e tjerë e tjerë. Edhe duke premtuar për çdo fushat që do të edhe zgjidhim duke çështjen e premtuar çdo pronave. fushat, kur në këtë fushat, madje me kolegun tuaj emisionin që kaluar, thash që gjatë kohës, pra në çdo fushat, gati çdo 2 vite, statistikisht legalizimet jepen më shumë se çdo periudhë tjetër. Pra, është një mënyrë se si ti mbajnë qytetarët, mendoj unë, në presion për të marrë ato vota që politika i kërkon. Regjia, ju lutem më lajmëroni nëse mbërrin telefonatat që të mund të japim përgjigje për qytetarët. Kam mbërritur telefonata e parë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po? Ju lutem, me që po dëgjoj avokatin aty, duhet të di. Përshëndetje. Po, jeni drejt për së drejti, flisni, ju lutem. Duhet, jam falë, të vinë televizori. Duhet të di për këto legalizime, se kemi bërë shtesë, të lagja 29 nëndori, dhe duhet të bëjmë legalizim, dhe tani na bje penges një familje që ka vdekur dhe nuk është gjallë. Tani jemi 5 veta, 5 familje, ne 4 jemi, ai që ka vdekur nuk është. Na pengojnë shumë. Po, kam përshtypjen që duhet të mblidhen familjarët e personit që nuk jeton dhe t'japin firmën. Vetëm ata që ne që jemi gjallë, të hedhin firmat vetëm, po pse s'na pranon? Duhet qelë Është një trashëgimia. objekt në bashkëpronësi. Në objektin bashkëpronësi, që presin ta legalizojnë, bashkëpronësia në momentin që legalizohet të quhet bashkëpronësi, po themi që e kanë vetë deklaruar gjithë. Personi i cili ka ndruar jetë, ndaj ti duhet qelet një dëshmi trashëgimie. Dhe do vinë trashëgimtarët e ti, të cilët do t'i trasin dhe të bëhen pjesë e asaj deklarate apo asaj të aplikimi që zonja ka bërë. Pra duhet qelë dëshmia trashëgimisë të personit i cili ka ndruar jetë. Jeni e qartë, zonjë? Po, shumë faleminderit. Faleminderit ju për telefonatën. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes, zonjë. dua të flas pak me... Ju dëgjon avokati, ju dëgjon. Po, Cili është shqetësimi juaj? alo, mirëmëngjes. Cili është shqetësimi juaj, zonjë? Shqetësimi im është sepse ka një kontratë dhurimi. Po? Ma dëgjoni? Po. Flisni, ju lutem, mos dëgjoni veten në televizor, flisni se ju dëgjon avokati. Po. Dhe kam aplikuar në hipotekë për t'i regjistruar këto toka në emrin tim, se i kam me kontratë dhurimi. Edhe hipoteka më kthen përgjigje që tokën që aplikon e kanë marrë ish deputetët. Tani si ka mundësi, mire mori tokën, po tokat e tjera, pse nuk me regjistron hipoteka në emrin tim? Si e ka marrë këto? Hapa dhe një gyq në vlorë, se po flas nga Kimara. As gyqi nuk më bëhet. Unë jam 70 vjeçe. Si mund të alë unë fëmijëve të mi kur këto toka nuk më regjistrohen? Ja, ta dëgjojmë avokatin tani, t'ju japi një përgjigje avokati për shqetësimin tuaj. Dhe ka 2 problematika. Problematikën e parë ka herë me procesin gjyqësor, që thamë që reforma në drejtësi i ka shkatruar gjithë dhe zvarritur gjithë proceset, ka shkatruar komplet sistemin e drejtësisë. E para, zonja të bëjë një kërkesë për shpejtim, duke cituar për shpejtim procesit gjyqësor, një datëm që ka nisur një proces gjyqësor, duke cituar moshën dhe gjithë faktet e tjera që pse kjo duhet gjykohet më përpara se çështjet e tjera, duke qenë që një gjyqtar në çfarë do lloj gjykate të jurisdiksionit përgjithshëm ka mira dosje. Pra të bëjë një kërkesë për shpejtim e parë që të dalë ata gjyqit dhe ta zgjidhë. E dyta, sa i përket kontratës dhurimit, nuk besoj që hipoteka ka kthyer përgjigje e ka ish deputet, po mbase emrat përkojnë me një deputet. Kjo është një problematik tjetër, mbase e qëllimshme ose jo, që
hipoteka ka kryuar mbi vendosje, sepse nëse zonja e ka pasur më përpara si pronë, nuk u ka dashur që të regjistrojë pronën e një qytetari tjetër, qoftë ai deputet, ministër, kryeministër apo çfarë gjë tjetër. Zonjës i këshilloj që në këtë rast, duke qenë që hipoteka ka refuzuar apo ka nxjerrë shkak që kanë mbi vendosje qytetari të tjetër, me atë shkresë, nëse mendon që është ajo pronare 100% sipas asaj të kontratës durimit që ka dhe pronat që pasqyrohen, ti bëj një kallëzim penal punonësit të hipotekës, edhe hipotekës përkatëse. Vetëm me kallëzim penal do ta zgjidhi, sepse qytetarët do të fillojnë të veprojnë. Nëse nuk veprojnë dhe thjesht ngelen kuadër të telefonatave apo këshillat që japin avokatët, nuk ka aksion. Duhet një aksion ligjor që edhe ai punonjës hipotekës të mbajë përgjegjësi dhe kur t'i vi një kontratë tjetër dhurimi apo një kërkesë tjetër për të regjistrim pronës, ta regjistrojë pronën duke ditur pasojën që kolegu i tyre ka mbajtur përgjegjësi penale. E qartë. Mirë, presim një tjetër telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje. Po? Alo. Jeni drejt për së drejti, flisni ju lutem. Kuptoj tani. Dëgjoni. Unë jam Vlora aty, tani që po bëhet fushë aviacionit, ajo tani del si shtetërore. Neve dokumentat i kemi, certifikatën e kemi 1920. Si do bëhet puna mordial? Kemi harxhuar gjithë ato pare, edhe kemi bjerë gjë në fund. Si do bëhet puna mordial? Keni me dokumenta tokën ku po ndërtohet aeroporti i ri i Vlorës? Me dokumenta nga gjyshi. Në qartë. Tani vetë Zamirmania, atje Zamirmania Ja të na japi një përgjigje avokati për aspektin ligjor të kësaj. Dëgjojeni me vëmendje. Në rastet kur zonja pretendon pronësi, pra thotë që janë pronarë që 1920-ën dhe nuk ka qenë ndonjëherë pronë shtetërore apo ka arritur të arimari. Pra, po e marrë rastin e mirëqen që është pronare. Dhe në rastin kur bëhet një vepër publike, siç është aeroporti, rrugë interurbane, ura, spitale, etj., jemi të ajo që quhet procesi i shpronësimit. Duhet ketë një akt shpronësimi. Kjo është një problematik tjetër që ndodh shpesh, ka ndodhur shpesh, paktën nga 2013 që unë jam marrë me çështjen e shpronësimeve, që më përpara merret prona, fillon të bëhet vepra publike dhe pastaj bëhet shpronësimi. Dhe shpronësimi bëhet vetëm kur qytetarët kanë reaguar, kanë bërë protesta apo kanë bërë ndonjë kallëzim penal që pse nuk është miratuar akti i shpronësimit. Por ajo që ndodh është edhe kur ndodh akti i shpronësimit, pronat nuk janë me vlerën e tregut. Pronat jepen me një vlerë shumë qesharake, që është e vërtetë që pronari që pasi e ka gëzuar pronën prej vitesh, i merret prona për, po them në gjuhë në zhargon, për 5 lekë. Dhe ndërkohë i jepet dikujt tjetër apo demek bëhet një vepër publike që jepet një privati që bën pasuri të mëdha. Ndërkohë prona edhe në kinën komuniste, shpronësimi është një proces që respektohet pronari me vlerën e tregut. Pra në rastin konkret zonja duhet të interesohet nëse ka një akt shpronësimi dhe nëse nuk ka akt shpronësimi, ti drejtohet Këshillit Ministrave me problematikën që ka dhe bashkisë përkatëse nëse ka akt shpronësimi apo jo, në mënyrë që të vijojë me procedurat dhe të bëjë një vlerësim pronë. E qartë. Mirë, presim një tjetër shqetësim qytetar. Përshëndetje. Përshëndetje. Po? Cili është shqetësimi juaj? Jam Ari Kamzës. Po? Kam për legalizim të shtëpisë. Po? Dhe mi po kam vetëm legalizim të shtëpimës. Truallit në lejin ndërtim e kam marrë për truallit. Por ka dalë një pronare tjetër. Dëgjoj, të lutem afroje pak telefonin se kemi vështirësi t'ju dëgjojmë. Po, ta filloj dhe një lëkundimi. Jeni banor i Kamzës dhe keni bërë legalizimin? Po, të Godinës. Të Godinës. Truallin e kam në lejnë e legalizimit. E kam përbuar të tëmë. Mirë po tani, më thoni që të pesë të shpërmësohet ajo që e ka bërë privatizimin, po privatizimin që e ka bërë, pasi unë kam bërë shtëpime, sepse kur unë bëjë shtëpime, kjo mundë. Si mund të mundimoj ajo që mund të ndërtoj shtëpime në pronën e finë? E qartë. Ja, të marrim një mendim avokatin. Pra,
Pronën ka ndërtuar banesën, e ka legalizuar, po ka një problem me pronësinë e tokës. Megjithëse ndërtesën e ka të legalizuar, problemi i pronësisë tokës është i pasgjitur në këtë rast. Me sa dëgjova, tha pronësinë e truajt e ka marrë me anë të legalizimit, sepse procedura e legalizimit është që në momentin që ndërton do marrë aq sipërfaqe sa sipërfaqe ndërtimore është në maksimum, thot ligji, deri në 500 metra katror truall. Tani nëse zotëria i ka marrë 300 metra me anë të legalizimit, ai është pronar. Nëse ka një mbivendosje tjetër, atë do të gjithë mbivendosja. Pra, u ka dash, po them, legalizimi nëse ka pas zyra Luiznit, nëse ka pas në dosjen e saj, në arkivat e saj që ka pas mbivendosje 10 metra, 100 metra, nuk duhet ja jep të zotërisë, por duhet i jep pak më pak. Momentin që ja ka dhënë, ky është pronar, quhet pronar me ligj. Kështu që çështja e mbivendosjes duhet ta zgjidhë vetëm gjykata në këtë rast. Por kjo është fatkeqësia që qytetarët shkojnë për zgjidh problematikën në administrata shtetërore dhe pastaj do detyrohen me shku nëpër gjykata. Nuk mund të shkohet për çdo gjë në gjykatë. Dhe pastaj ngarkohen gjykatat dhe vonohen proceset, është një efekt zinxhir ky. Sakt. Mirë, presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Desha të pyes avokatin. Po? Kam një vendim gjyqësor të gjykatës së lartë për ta regjistruar në ZRPP. ZRPP-ja nuk e regjistron sepse thotë që ka një sigurim padije në kartën e regjistrimit pasurive të paluajtshme. Si ka mundësi? Nuk e di për çfarë sigurimi padijës dhe çfarë është objekti i padijës, por për zbatimin e vendimit gjykatës së lartë, duke qenë që kanë marrë fund gjithë shkallët e gjyqësorit, pavarësisht se mund të jetë kushtetues apo Strasburgu për palën tjetër, duhet ta çështë një zyrë përmbarimi gjyqësor që ta ekzekutojë. Përmbaruesi gjyqësor ka fuqinë gjyqësore, ligjore, për të detyruar organet për ta zbatuar. Unë nuk e di tani mas në sigurimin në gjykatë lartë, si mund të jetë mbas në gjykata lartë, nëse ka një është dhënë vendimi, a mund të ketë sigurim padije. Tani po hamencoj, nëse gjykata lartë është në pritje, pra zotëria është duke pritur vendimin gjykatës lartë, mbase ka një si thush një mas pezullimi derisa të marrë vendim gjykata lartë, por nëse gjykata lartë ka dhënë vendim, nuk besoj që ka një mas sigurimi. Nuk bën sens juridik pastaj. E qartë. Mirë, presim një tjetër telefonat. Besoj është i qartë zotëria që duhet i drejtohet një zyre përmbarimi për të ekzekutuar vendimin. Po, përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Cili është shqetësimi juaj? Cila është pyetja që ju keni për avokatin? Po, s'pari përshëndes avokatin. E kam ndjek vazhdimisht që është shumë precis dhe respekt pa diskutim për avokatin që keni aty dhe gjitha të që vinë këtyre. Desha të rikthehem vërtja se ka induksion. Desha të rikthehem te problemi i librezave. Ka dy standarde. Kur shkojmë me ballafaqohen me zyrtar, nuk njifet libreza e punës, vitet i libreza e punës. Ne dirë shqiptarë kaluam një luftë civile me shtatin, u shkatërrua gjithçka. Pra, shikoj ka ndodhur. Pra ja kaluan zyrtarit, si tek zyrtarit, ose e duhet e njoft. Nuk jep ose s'thom se para e njoft. Pra do ta pyes lutem zoti avokat. A njifet libreza e punës për vitet që janë? Faleminderit. Atë libreza e punës është një akt zyrtar sipas edhe kodit procedurës civile 1253, njihet është njohur gjithmonë nga gjykatat. DRSSH-ja, pra Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, gjithmonë kanë vepruar në një praktikë të gabuar duke i kërkuar dokumenta shtesë qytetarëve, pra përveç librezës punës, për të verifikuar jo borderot, pra për të verifikuar librezën. Gjithmonë gjykatat kushdo që i ka shkuar gjykatës dhe i ka thënë që me një vitet e punës sipas librezës punës, gjithmonë gjykatat e kanë pranuar dhe kanë thënë që është një praktikë e gabuar. Para 2-3 muajsh u miratua dhe një ligj që vitet e punës në librezë do të njihen. Pra zotëria duhet të bëjë një riaplikim për këto vite pune duke i depozituar librezën e punës. Nëse DRSSH-ja nuk ja njeh, atëherë edhe zotërisë them bën një kallëzim penal dhe ndiqe edhe në gjykatë. Po kallëzim penal për punonësit që tani më e kanë ligjin, se më përpara nuk e kishin ligj specifik, pavarësisht se kodi procedurës civile ka të qartë që libreza është një akt zyrtar dhe se akt zyrtar duhet ta njohësh, se ishim në një pikë të tillë që shteti nuk njihte shtetin, pra shteti nuk njihte aktet e veta, por kësaj radhe ka edhe një ligj posaçëm që thotë që vitet e librezës që e detyron që vitet që janë të shkruar në librezën e punës do të njihen përveç
kur ju pretendoni që ka falsifikim dhe të provoni që ka falsifikim. Bara e provës? Bara e provës është i dërës pra institucionit jo qytetarit. Patjetër. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Shika, për në gjojnë këto për këto, për legalizimet, ka që është në 2006, në qoni im, i babërzitës. Turp është më bëjnë legalizimet, bine matën e në nuk bëjmë shtijet legalizimet. Edhe unë për vetën 2014, am në gjove? Po, të dëgjova. Ha prapë, ko që të bësat kjo avokat? Alo, unë pa. Po, ja, dëgjoni avokatin. Unë po them që nga viti 2006, deri më sot, qytetarë që e kanë ndjekur legalizimin hap pas hapi dhe nuk e kanë lënë pas dore, kanë arritur të ta legalizojnë pjesa më e madhe. Një pjesë tjetër nuk u ka legalizuar për shkak që për shkak se ka pas infrastrukturë që të bëj etj. Ndërkohë, për ju zonë që keni nga 2006 keni aplikuar, sot je 2025 apo 2014 që thatë, do duhet që duke qenë që Agjencia e Aluiznit, ose kadastra sot, nuk ju ka kthyer përgjigje, bëni një shkresë për kthyer përgjigje dhe nëse nuk ju legalizojnë, pra nuk ju kthejnë përgjigje dhe nuk e marrin në shqyrtim aplikimin tuaj, dërgojeni në gjykatë, detyroni përmes gjykatës institucionin që të veprojë, sepse për legalizimin me ligjin 20/2020 ka pas, pra është ligji thot ka 60 ditë kohë dhe institucioni ka 60 ditë kohë të përgatisit dosjen ta legalizojë ose jo të marrë vendim. Po natyrisht gjithë abuzojnë me këtë ligj sepse në fund fare ligji nuk ka një saksion se çfarë ndodh nëse te kalohet afati 60 ditor. Nuk ka një saksion për punonjësin që të marrë një vendim, që miratohet ose nuk miratohet, në mënyrë që pastaj ndiqet ose rruga gjyqësore. Ashtu siç është ligji për lejen e ndërtimit, që brenda 30 ditëve çdo bashki të përgjigje kur depoziton një kërkesë për leje ndërtimi. E njëjta gjë, sepse ka sanksion. Ky ligj nuk ka sanksion. Pra zonja ka një rrugë të shkojë të institucionit, marrë një përgjigje, do i legalizohet apo jo, nëse jo, pse, dhe ka shkak pse të shkojnë gjykat, nëse po, pyesi për afatin, nëse afati i thot dhe jetë 60 ditë, 80 ditë, ku e diun, ose një vit, me kalimin e afatit ta çojnë gjykat dhe ta detyroj. Sa të kaloj afati 60 ditor dhe ta detyrojnë përmes gjykatës që ti filloj procesi i legalizimit. E qartë, besoj është qartësuar edhe zonja. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Unë kisha një pyetje, zotri. Po? Tani, ju e thatë shumë mirë fillim, që numëri me 4 shifra që urejnë të gjithë shqiptarët sot është ligji famkel 7500. Është numëri 1 që shqetësojnë shqiptarët. Shqetësimi juaj konkret, pyetja konkrete, cila është? Po, shqetësimi im konkret është ky. Dje, unë jam në Elbasani. Dje ishe kryeministri në Elbasan. Dhe deklaroj atje që ish kombinati metalurgjik do kthehet në park industrial turistik. Mirë po, çfarë ndodh? Shteti komunist e sekuestroi, e ktheu industri kimike mekanike. Ky do ta kthejnë në industri turistike, po nëse ish pronar, se ka zënë një shqiptarë 350 hektarë këto. Dhe një Elbasan tjetër. Keni dokumentat për këtë, keni ndjekur në një proces gjyqësor, keni kërkuar që t'ju kthehet toka? Jo, gjithmonë kemi protestuar për këtë problem. Por, kjo herë benzinë zjarrit kur e sot do ta kthejnë industri turistike. Pa njoh, pa edhe pronarë dhe ish pronarë. E qartë, ja të presim përgjigjen e avokatit. Mjafton thjesht protesta, por duhet aksion ligjor. Aksion ligjor do thotë ta ndjekësh të gjithë hapat dhe mjetet ligjore dhe rrugët ligjore për të arritur në përfundim që dëshiron. Për ata që nuk kanë përfituar me ligjin 7501, kanë pas mundësi për toka që kanë qenë të privatizuara apo shtetëzuara më gjatë regjimit komunist, që të drejtonin Agjencisë Trajtimit Pronës, ish AKKP, Aktimit Komisionit Pronave, ato që ishin pronarë. Nëse nuk e kanë ndjekur as këtë procedurë, edhe e vetme procedurë që mundet provoj nëse është pronar dhe posedon pronën, është me parashkrim fitues. Nëse nuk e posedon pronën, po e posedon dikush tjetër, atëherë mbetet e vështirë sepse nuk ka ezauruar rrugët ligjore. Pavarësisht mosdienia ndaj ligjit nuk heq përgjegjësinë. Pra që do të thotë që çdo qytetar, në momentin që nuk merr një përgjigje
nga institucionet duhet veproj ligjërisht dhe jo të protestoj. Nuk është mjeti, protesta shërben për të ngritur kauzën, për ndërgjegjësim, për përzgjidhur. Dhe në ka një shkak që duan gjithë politikanët e Shqipërisë është që të dalin të flasin sa më shumë, protestojnë sa më shumë dhe mos ta ndjekin gjyqësisht, se në këtë formë ata nuk mbajnë përgjegjësi asnjë nga administrata, se në fund fare justifikohen, nuk e keni ndjekur gjyqësisht. E qartë. Zotja ka faleminderit shumë për këshillat dhe për mendimet që ndat me qytetarët tanë këtë mëngjes. Faleminderit. Mirë, kemi qenë në hapësirën koha për të zgjuar dhe kemi patur mundësi që t'i drejtojmë pyetje avokatit. Qëndroni me programacionin në vijim, pas pak do t'jemi me edicionet e lajmeve.